Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ma ba'd. Të nderuar vëllezër dhe motra, Zoti i Gjithësisë ka bërë obligim agjërimin nga adhurimet më të veçanta që i ka bërë detyrë besimtarit. Normalisht që besimtari bën sakrifica të shumta, qëndron gjithë ditën pa ushqim dhe pa pije, vetëm për hatën e Zotit të Gjithësisë. Për këtë sakrificë që bën besimtari, Zoti i Gjithësisë i jep shpërblime pafund dhe njëkohësisht i jep benefite të ndryshme. Një nga benefitet është pranueshmëria e duas që ai bën gjatë agjërimit. Pejgamberi sa thot, 3 personave Zoti i Madhëshëm s'ia kthen mbrapsht duan. I pari, personi i cili agjëron derisa të çelë iftarin e tij. I dyti, personi që është i drejtë, pra studentari i drejtë, dhe i treti, personi që i është bërë padrejtësi dhe i pranohet duaja për shkak të padrejtësisë që është bërë. E para është pikërisht personi që ka agjëruar. Pejgamberi selam e fillon theksin pikërisht të pjesë, për shkakun sepse njeriu ka qëndruar pa ushqim dhe pa ujë dhe pa pije, pikërisht për hatën e Zotit, ka bërë një sakrificë shumë të madhe. Dhe kjo sakrificë është sinqeritet mes tij dhe me Zotin. Pikërisht në fund të ditës, mas kësaj lodhje kaq të madhe, mas këtyre orëve të zgjatura që ka qëndruar agjëruar, ngren duar dhe thot: "O Zot, ma prano agjërimin. O Zot, më fal. O Zot, më heq brengat e mia." Prandaj çdo kush prej nesh le të mundohet që këto ditë agjërimi të vendoset te kalendari i tij për çdo ditë nga një dua dhe lutje të sinqertë për Zotin. Që Zoti të pranojë atë dua është një mundësi e ardhë dhe e madhe për besimtarin. Që Zoti i Madhëshëm ja jep pikërisht në muajin e begat Ramazanit. Çdo kush prej nesh ka brenga, situata të vështira që ka nevojë shumë për trokit e dera Zotit. Është një mundësi që çdo kush prej nesh e ka gjithë muajin e begat Ramazanit. Prandaj shfrytëzojeni. E lu Zotin Madhëshëm na pranoj këtë muaj begat Ramazanit. Ne pranoj duat tona dhe të jemi për atyre njerëzve që pikërisht çdo ditë bëjmë dua të veçantë që Zoti të lehtësojë hallet tona. Zoti i pranoft, Zoti e shpëlbeft. Ramadan